Ish kryetari i Bashkisë së Himarës Jorgo Goro rikthehet në burg. SPAK në bazë të llogaritjeve të kryera ka rezultuar se Jorgo Goro kishte ende edhe 6 muaj e 10 ditë burg për të kryer, ndërkohë që policia e Vlorës ka ekzekutuar mbrëmjen e dieshme edhe vendimin e lëshuar nga SPAK. Goro është paraqitur mbrëmjen e dieshme në ambientin e drejtorisë së policisë së qarkut të Vlorës, aty ku nga këta të fundit është ekzekutuar edhe vendimi. Tashmë ish kryetari i Bashkisë së Himarës duhet të huajë edhe 6 muaj e 10 ditë burg, ndërsa pritet që këtë periudhë dënimi ta kryej në një burg të sigurisë së zakonshme. Ish kryebashkiaku i Himarës Jorgo Goro ndodhet në komisariatin e Vlorës pasi policia ekzekutoi mbrëmjen e kaluar urdhër vendimin për masën e sigurisë arrest në burg. Jorgo Goro duhet të rikthehet në qeli vetëm 7 muaj pas lirimit nga burgu, pas një vendimi të formës së prerë të apelit të posaçëm të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pas konfirmimit të dënimit me 2 vite burg të reduktuara në 1 vit e 4 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar, SPAK ka për llogaritjen e kohës së vuajtur në paraburgim dhe ka dalë në përfundimin se Goros i mbeten ende 6 muaj e 10 ditë për të shlyer. Vendimi i apelit lidhet me çështjen e tjetërsimit të një prone në zonën e Livadhës, për të cilën Goro ishte dënuar edhe në shkallë të parë nga gjykata e kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar më 30 korrik të 2025-s me 2 vite burg. Ndërkohë më herët ai kishte vuajtur 17 muaj burg nga një tjetër dënim prej 2 vite e 20 ditësh lidhur me tjetërsimin e 10.000 metrave katror tokë në Gjilek të Himarës, nga i cili përfitoi edhe ulje dënimi për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar dhe u lirua.